Uzën e bën prokuroria dhe detyrohet me siguru prova, to goshi. Inshallah e ban. Edhe mja që gjykatësit Ju atje. urojmë punë të mbarë prokurorisë. Pa dhune, po ti s'po beson të ata. Sigur jo prokuroria s'po beson, na ashta s'po do me po, se me bo me po shumë leto me gjithë. Po nuk mundë ti për shkak se tre veta që aty qenë ka Armen Zemaj, Kujtim Shala, Arben Gashi. Respekt. Po ta qenë kanë me një grup edhe Zoti Huti. Po ata janë anëtor kryesi, janë figura të larta. Janë shumë të rëndësishëm, gash. Ne lidhet dhe edhe po lypin drejtësi. Edhe po lypin jo. Ata po shfoqin publikisht është ajo. Dyshimet e tyne. Se këta kanë folë edhe publikisht një pjesë e madhe. Ti ju e dini. Ka shku letët gatë. Më falë. Këta po shfoqin dyshime. Për skem kriminale. Dhe nëse dyshimet vërtetohen me argumente, dhe nëse një gjykatë e rregull i ka fajtor, edhe i qëllë po me në jemojnë dënimin e meritum, Ledekeja pasha zotin po del me ftyrë për kësaj loje. Gjë që nuk e bojnë asë do tjerët. Pse s'po t'ilni ma ju me do në cu që i kini shti atje stafin e ambasadave mush vota? Halel, po m'duket se... Halel. Pse t'me thoni edhe ato Kush t'je, Gashi qatë denoncoj aty brenda, Gashi nuk është parti politik. Qka i vynë Gashit, si kolegi jami? Gashit i vynë balanca. Për blerim Gashin e këtë fol, jo për Armenin. Natyrisht. Blerim Gashit i vynë balanca me anë shiko. Pasha zotin hiqfer edhe ato votat që i marrë ke pej poste, Martin Berisha e në kërët vet, e që i këtë shpija flajke me tu, edhe ajo soferve. Edhe kjo bërë shkrim. S'kem kriminale është. Ka flajt me tu. Hajde balancojmë, po. Pse me balancojmë? Që kjo që po thu. Sepse për Kosova adin që ajo shku i 40 votat për i poshtë. 40 vota në Kroaci. Edhe ka vota. Shiko, nëse Kosova jam e liberal demokratike, nuk lufton për 4 vota, na pas ka marrë pushi. Jo, për një duhet. Edhe për një duhet. Edhe për një dhe, po kjo po është. Adin penelquar 40 vota. Aj që i vjedh koleg dashtën 40 vota, besoni që 40.000 i vjedh. Edhe veç mos mujt. Duket që Halile e ka keq kuptu pak Cilën? Grupin. Nuk shuhet për keq kuptim. Arben Gashi, Armen Zemaj edhe Kujtim Shala. Këta nuk janë 300 në ku. Kanë bashkëbiseduar. Arben Gashi ka shprej Pasha zotin kolegë ju dini po jo, nëse thash në atë aspekt. Unë thash që ku bisedon ti me blerimin, kushtrimin edhe Halilin me një grup ajo publik. S'mundet me onë që o grupim sheft. E kemi edhe atë grupin e sheft. Ma do që të regoj atë politikës. E kemi atë grupin e sheft politikës. Aty këtë Kosovë aty, qa vlosu. Ata që jenë këtë grup. Qështë duhet mu qu me bogati me shku në punë. Ata që jenë këtë grup, mu po vjen keq se si ka dorë, si ka rrjedhë të mediat kë. Po t'jen keq, po ti gazetari e zhut me dharë keq. Mirë ka ndodhë, po vjen keq për grupit tyne, sepse dikush nga ta ka bo publik. Po thu nga ta e ka bo. E pëse po cilë është interesi? Tani parashtro pyte cilë është interesi? Hakerët, reporteri nuk i ka shthinje.